Është ndar nga jeta në moshën 82 vjeçare mjeshtri i volejbollit, mjeshtër i madh Thomas Spaho, i njohur nga të gjithë si Muqi. Humbja e tij përbën goditje të rëndë për komunitetin sportiv në Korçë, ku ai kontribuoi për dekada me radhë në zhvillimin dhe përhapjen e volejbollit. Me përkushtim, pasion dhe disiplinë, Thomas Spaho u bë një figurë kyçe në formimin e brezave të tërë sportistësh, duke u kthyer në një emër të respektuar dhe të dashur për të gjithë. Gjatë karrierës së tij, ai jo vetëm që dha kontribut në rritjen e nivelit të lojës së volejbollit, por edhe në edukimin sportiv dhe njerëzor të rinjve. Shumë prej lojtarëve që kaluan në duart e tij arritën suksese të rëndësishme, duke e bërë atë një nga trajnerët më të spikatur të lojës së rjetës. Puna dhe përkushtimi i tij nuk u kufizuan vetëm në rezultatet sportive, por edhe në ndërtimin e karakterit dhe të frymës së ekipit, duke lënë pas një trashëgimi të vyer që do të vazhdojë të jetojë përmes brezave. Thomas Spaho ta mbaj mend si një trajner legjendar të volejbollit, si një mësues, si një edukator që ka arritur me dhjetra volejbollistë për të mos thënë nxënës shkollash. Ishte njëri i mrekullueshëm, ishte një model i qytetarit, ishte një model i sportistit dhe model i trajnerit. Kontributi i tij në rritjen e volejbollit korçar dhe shqiptar është i jashtëzakonshëm. Vërtet mund ta quaj maestro të lojës së rjetës. Ishte një gjigant i volejbollit. Sporti korçar humbi një prej figurave të tij më të rëndësishme, ndërsa kujtimi dhe kontributi Thomas Spahos do të mbeten të paharuara.